Veç monumenteve të kulturës të cilat zakonisht janë ndërtesa historike, në vendin ton ka edhe monumente natyre që mbrohen nga ligji. Një prej tyre është edhe Qarri i Peladis në njësinë administrative Zerçan në Bashkinë Bulqis. Ky lis i llojit qarri i cili ndodhet në qendër të fshatit ka shërbyer historikisht si pikë mbledhjes dhe kuvendeve që organizonin vetë banorët. Ndonse në ditët e sotme më pak, ai vazhdon të jetë si një pikë takimi për të gjithë. Madje ka prej banorëve që orët e vapës i kalojnë nën hijen e tij. Hajdar Pasha dhe Sabri Plaku thonë se jo vetëm historik, por ky lis qarri është si një vend i shenjtë për fshatin Peladi. Ata theksojnë se duhet më shumë kujdes jo vetëm nga banorët, por edhe nga bashkia. Për ta mbrojtur sa më mirë, duhet pastruar nga degat e thata që ka ky lis shekullor. Rapi Madh Peladi me shekuj kanë qenë pjesë varrezash heshme, janë ngritur varreza dhe janë qunë në drunin tjetër, aty në loma e kasme, si thomi na, që i ka grumullu këtë fshati. Edhe ki është drun që smat me një jetë, di brezat që po i kaloj unë, nuk i maj men, ki është shekullor. Dhe ka qenë një tabel që mbroj me liqë, tabela nuk e ekzisto mo, na e qumë si vend i shenjtë. Po këtu ka qenë bon mbledhje e përpashme e pleqërisë, se sot thash nuk bëhet asë gjomo, se s'ka as mbledhje as derdhje. Unë them që më ndëgju më jam unë, se unë jam 72 vjeç, po ki ka mbi 500 vjeç që maj me mbrezat. E mbrojmë bile kemi kërku disa herë që të fatat, na bjerë bashkia një makineri që janë këto që ngjiten lart që t'i presim degat e thata. Kujdeset gjithë fshati për ta. Mund na tregësh historinë e këtij rapi Alisa si ka? Ki është një rap madhështor, si mas gojthonave, si thoshte plaku im, ka qenë 3 druna këtu. Nga të 3, vetëm ki ngeli. Ki jasa bon ki tështe, ki së pret kush shket. Një deg gjithë nuk e hekim prej atë. Sa vend një shenjtë. Kjo, mund të ketë 500 vjetë e plebër. Plaku im nga vdek 90 vjeç e mate men kështu. Shumë i vjetër aki. Këtu bojmë ledhja për katunin. Pleqët e fshatit, diskutojshim për punët. Një gjithë nuk ja pusim na. Mo, ndru i shenjtë kjo. Kam bu në atë stolin atë ullëm kënaqëm një fresk jashtëzakon shumë. Shet qa fresku duhet këtu. Unë ullëm çdo ditë tu. Rrihi këtu, ma tepër. Me gjithë kalamajt të çonit, i ma këtu tu brith me to. Monumentet të tilla natyre janë të shumta në të gjithë bashkinë e Bulqicës, kryesisht pemë shekullore, dhe që janë të mbrojtura si monumente të kategorisë së tretë.